Në mbrëmjen e sotme, kryeministri Edi Rama përmbylli fushatën elektorale në Fier, duke ju drejtuar qytetarëve të këtij qarku. Fjalimi i tij u fokusua kryesisht në kritikat ndaj opozitës dhe drejtuesit të qarkut të partisë opozitare në Fier, Gazmend Bardhi, të cilin ai e quajti një figurë të dështuar dhe të parespektuar nga populli. Kryeministri Rama nuk kursente kritikat ndaj liderit të opozitës, duke thënë se Shqipëria nuk mund të bëhej peng i një politikani të kalbur. Ai e krahasoi Gazmend Bardhin me gazin e botës, duke theksuar se ky ishte një njeri që nuk e meritonte asnjë respekt, as nga qytetarët e Fierit, as nga demokratët e vendit. Rama vijoi duke ironizuar një ngjarje të fundit, ku sipas tij, një pjesë e opozitës në Fier ngjante me një mbledhje mbetjesh. Ai nuk harroi të përmendte as arritjet e Partisë Socialiste siç i cilëson ai. Sepse Partia Socialiste mund të ketë bërë shumë gabime qysh në lindjet saj. Partia Socialiste në rrugën e saj nuk ka qenë e përsosur. Por Partia Socialiste ka dy gjëra që asnjë parti tjetër nuk i thot dot se i ka. E para, kjo është partia më e madhe e shqiptarëve. E dyta, kjo parti qysh se ka hedhur hapin e parë në jetë nuk e ka të cënuar kur interesin kombëtar. Kjo është forca e interesit kombëtar. Kjo është forca më kuqezi e Shqipërisë. Dhe si e tillë, Partia Socialiste ka misionin ta mbajë në krah Shqipërinë, ta mbajë në krah dhe ta ngjisë deri në fund në majën ku ne do të shlyejmë amanetin e të parëve tanë, në majën ku ne do të përmbushim profecinë e herojit ton kombëtar, Gjergj Kastriotit, që përcaktoi se fati i stërnipërve të tij është Europa. Ne do të vëmë në vend në atë majë amanetin e rilindasve që i lanë të shkruar se dielli për shqiptarët lind andej nga Perëndon. Ne do të përmbushim duke ngjitur Shqipërinë në atë majë me të gjitha përpjekjet, me të gjitha sakrificat, me çdo çmim, edhe atë thirrjen që u shpërnda në të gjitha anët e Shqipërisë, pas rënies së diktaturës, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Na ka rënë ne kjo përgjegjësi, socialistëve dhe progresistëve shqiptarë. Ju ka rënë ju, krye qytetarëve socialistë, përgjegjësia të jeni këtë herë lokomotiva e fitores madhe. Në përfundim, kryeministri Rama e theksoi sërish se është koha që Shqipëria të ecë përpara, duke e larguar këtë këneta dhe figurat e vjetra të politikës që nuk sjellin asnjë shpresë për qytetarët. Ai u bëri thirrje shqiptarëve të mos e lejojnë vendin të bëhet një shërbëtor i interesave personale të politikanëve të pashpresë dhe të mendonin për një të ardhme më të sigurt dhe të përparuar.